Historia që vjen tani është një histori e Fionës. Fiona ka 3 vite që paguan një kredi, ka marrë një kredi 25.000 euro, e paguan për një mashtrimi. Pra u fut në një, s'mund të them rrjet, se ishte një njeri vetëm, nuk ishte një rrjet. U fut në një skemë mashtrimi, e besoi, ishte në një moment të dobët jetës vet, dhe mori 25.000 euro kredi, dhe tash i paguan kredin. Në kolegët t'i dha njeriut tjetër që e mashtroi. Edhe kjo është pjesa se paraja dhe emocionet, që është shumë rëndësishme, siç është emocionet që kanë, që thonë për gratë real që gratë janë blerëse shumë mira se jetojnë me emocione kur shkojnë blejnë nga impulsit. Do të thënë, impulsi dhe kjo emocioni dhe theksoi që Fiona më dëgjon? Mirëmbrëma Madalina. Dhe theksoi që Fiona ka fëmijë, është single dhe nuk ka një gjendje ekonomike që thuash ti, wow. Pra, dhe si mund një njeri të marr, të futen atë skemë mashtrimit, të marrë 25.000 euro, që janë shumë të konsiderueshme dhe me atë lloj gjendje ekonomike normale që ka. Fiona, më thuaj pak historinë, të lutem, më shumë. Historia ka shumë detaje që do preferoja të mos i tregoja, për ndoshta edhe për të mos e tërhequr edhe një herë vëmendjen atij personi që nuk e di pse, po edhe pse nuk kam pasur komunikim, më krijon një lloj frike edhe një lloj depresioni që ndjesa mund ta marr vesh historinë, sepse fatkeqësia e madhe është që nuk e kam denoncuar. Po jap vetëm disa rrethana. Personi i cili mu afrua, mu prezantua nga një rreth personash, dhe personi vet më referonte shpeshherë në biseda dhe në takimet e tij persona dhe personazhe të cilët janë edhe të njohur dhe kanë edhe një lloj ndikimi në jetën publike të vendit. Dhe ai një lloj terreni të atill që mua më fitoi besueshmërinë, pra si një njeri që ishte afruar për të më ndihmuar në disa situata të caktuara që kishin të bënin me shëndetin, edhe disa rrethana të tjera të vështira në të cilat unë ndodhesha në atë periudhë, le të themi 1 vit pas divorcit tim. Del nga dal duke më krijuar këtë lloj besimi, më foli për një situatë që është, nëse do e tregoj, është disi absurde edhe që lidhet edhe me një teori konspiracioni, që edhe ta flas më vjen turp ta them tani që e mendoj edhe që kam thjelluar me veten time, dhe aty më thaj që unë të ndihmoja veten në situatën në cilën ne do ndodheshim, pra një teori që bënte me idenë e një fundit të botës dhe shpërtimit të një bombe nukleare e diçka të tillë. Më duhet të siguroja një shumë të madhe parash që unë nuk i kisha në fakt, edhe duke pasur besim të personi i cili vinte nga një rreth të njohurish, i cili më kishte qëndruar pranë, me naivitetin tim shumë të madh, shkova dhe mora ai sa banka më lejonte të merrja. Më fal dhe njëherë se detaje nuk tregon dot, më fal se nga që detaje e kuptova që nuk tregon dot, po me aq sa mundesh të kuptojmë, ky njeriu se the për diçka që kishte lidhje me botën, me fundin e botës. Pra, ky të thoshte ty që ka gjetur një lloj mënyre shpëtimi nga se po vjen fundi i botës. Po, kjo ishte ideja, sepse ishte sipas ai përfshinte edhe emrat e tjerë të jetës publike në vend. Janë emra të besueshëm? Në jetën publike, pra ka si vit të pastë, si thua, biografi? Jo 100%, sidomos njëri prej tyre, jo 100%. Dhe shpeshherë unë e kuptoja që kishte marrëdhënie me ta, nuk e di në çfarë niveli, por ndoshta ato marrëdhënie i përdorte për të krijuar edhe skemat e tij. Dhe nuk mund të ngrej akuzë për t'i bërë edhe këta persona të kenë qenë të përfshirë në këtë skem, pra nuk e them dot këtë gjë. Dhe ky person lidhte ngjarje të jetës reale me idetë e tij për një fund bote, sepse ishte pikërisht periudha kur Rusia po përgatitej të sulmonte Ukrainën, edhe në atë moment që bota ishte vendosur para një frike se mund kishte ndoshta edhe një ide të një shpërtimi të një bombe bërthamore nga ana e Putinit. Edhe ky i përdorte shumë mirë të gjitha këto njohuri. Nuk dua të tregoj më shumë sepse realisht më kolapson emocionalisht. Më kolapson emocionalisht ideja që jam ashtruar, pretendoja që isha një njeri me
një bagazh të caktuar intelektual, por sa herë tregoj dhe përball veten me këtë histori, ndjem një naive, më paguaj një kost goxha të mirë, që ja u them me bindje është 20% i pagës si mujore, e 40% i pagës 40% e pagës Eralt, paguan kostin nga mujore dhe 40% i Po pagës. banka si ta dha kredin? Me çfarë fabule vajte në bankë? Fabula që unë servira në bank ishte më duhet investim, më duhen para për të bërë një investim me një shoqen time në një biznes, edhe nuk Po është më si ta dhanë ato me këtë fabul, sepse ka rregulla si jepet kredia. Ma dhanë Me me këtë fabul dhe nuk më kërkuan asnjë lloj dokumentacioni, kredin ma kanë dhënë pa kolateral. Ka qenë institucion financiar apo bank? Se banka është vështirë. Ishte bank sepse institucionet financiare nuk japin 25.000 euro. Ishte bank pa kolateral, duke qenë se unë kisha gati 20 vite marrëdhënie me bankën ku kalonte llogaria ime, kalonte paga ime, konsiderohesha klient preferencial dhe klient i besueshëm dhe ishte një periudhë që banka para 3 viteve e ofronte si opsion këtë lloj kredie pa kolateral. Banka pa Sepse mund të kolateral informacion mund t'japi, po Mund t'jap informacion kredit për në momentin- biznes është vështirë. Nëse tash më duket diçka që Unë e mbaj mund shumë mirë komunikimin që pata me bankerën asaj kohe, dhe mbaj mend që kredia nuk më ka vonuar më shumë se një javë, brenda një jave, parat kanë qenë në llogarinë time. kredi për biznes, për startup, bankat nuk Kredi japin se sa për ide biznes. mund të kenë njerëzit në kokë, e të shkojnë në bankë se edhe këto e Po dëgjoj unë që. i kam marrë dhe ky është fakt, Jo, dhe jo. kam të gjitha evidencat. Po ne po analizojmë. Bisedës mund t'ja tregoj edhe statement Jo, që të nuk e fare pse të më tregosh. Unë po analizoj zinxhirin e problematikës. Se kështu mund të shkojë E kuptoj. kushdo, patjetër Po, dhe kështu bankat ka bëjnë qenë. gabime dhe ky është evident që ka bërë gabim ai që e ka dhënë kredin, ëh, se s'mund të japësh kredi dikujt se vjen dhe thotë do ha biznesun, se kështu mund të shkojnë të gjithë. Po kredi e biznesi si jepet? Po duhet kesh një biznes. E do të paraqisësh një pasqyrë, do paraqisësh një plan se çfarë po bën. Një plan biznesi, mund të Po marrësh. duhet kesh paktën një vit, 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet që operon si, të shkoj unë tani dhe të kërkoj, nuk t'i jep njëri parat. S'duhet të t'i Fiona, ti japi nuk po. shkove me plan biznesi fare. Jo, absolutisht asnjë lloj dokumentacioni. Edhe i vetmi deklarim që kam bërë është fjala. Fjalë burrë. Që kam fjala që i kam dhënë bankierës aty që unë do bëj një investim. Po mirë, biznesi. ç'a ndodh në qoftë se ti nuk e paguan kredin? Nuk ka ndodhur. Jo, po ç'a Asnjë ndodh? rast. Pra, ti Nuk e di. ti nuk do e paguash Unë nuk e kredin, di. ti kolateral nuk e vendosur, banka ty ç'a do të bëj? Nuk e kam menduar si Po testoje opsion një. fare. Po të paguaj. Kjo është testoje super. një. Fiona po paguan një kredi nga një skema Po ashtu. s'ka si kolateral Po ka një asgjë. fakt që e kam marrë kredin tek banka ku marr pagën dhe un kam llogaritë rrjedhshme dhe në mënyrë automatike më bllokohet. Po nuk e çon Kështu pagën nga- aty ti. Ti mund ta heqësh pagën e çon diku tjetër. Nëse ne nuk po të mësojmë këto se nuk kemi si qëllim, po për të kuptuar që si do të garantohet kjo kredi. Shiko Fiona, tash do mbyll telefonin dhe do ka një mendim të ri. Sa po i the një mendim të ri, ai po paguan një kredi mujore për një mashtrim edhe po e vuan atë ndërkohë ti Fiona, the që s'ke kolateral. Tani, ne mund ta quajmë mashtrim, mund ta quajmë çdo gjë tjetër. Personi të ka thënë atë që mendon, ti e ke besuar, nuk dua të vë me faj, se tani po të ishim në situatë tjetër që vërtet unë e ndjej shqetësimin tënd, sigurisht që do kisha folur ndryshe me ty dhe do të kisha thënë shumë gjëra që duhet i bëje, po kjo iku. Tani rasti është i tillë që kur personi gabuan do vuaj pasojat. Pa. Pra këtu tani do përballesh me pasojë. Ne jemi produkt i vendimeve tona. Në qoftë se ne marrim vendime të gabuara, qoftë edhe kur na mashtrojnë dhe kur mashtrohemi, do të përballen pasojat. E vërtet dhe atë jam duke bërë, po përballem me pasoja. Pa kolateral. Uroj që ta kalosh sa më kujto. shpejt, të bësh dy punë, të rriten të ardhurat, të kesh mundësi që ta shlyesh sa më shpejt të gabim dhe uroj që mos ta përsërisësh më kurrë në jetën tënde dhe këtë jam i sigurt që do ta përsërisësh më. Mos u mërzit, nuk është fundi i botës, besoj që për pak vjet do ta mbyllësh këtë problem, do ta mbyllësh, do ta hedhësh pas 6 krave. vjet. Edhe 6 vjet të tjera duan. Po, dhe 6 vjet, nuk është fundi i botës 6 vjet, Po do të ta vëm kalosh. që se ajo tha është 40% e rrogës. E bëri tani ajo këtë. Iku kjo punë. Nuk do bëj biznes, në këto kushte nuk hyn dot që ty të bësh një biznes, se nuk mund të marrësh një risk tjetër përsipër,
por nëse bën dy punë, mund ta shlyej më shpejt, do ketë një 6 vjeçar të vështirë përpara, do kaloj. Mbasi të kaloj, ky është mësimi i jetës saj, nuk ka për ta bërë më, nuk do t'i japi më borxh, siç thotë një shprehje vjetër, për shkak të dikujt nuk i jap më borxh askujt. Por ndonjëherë ne nuk e dim edhe emocionalisht se ku jemi. Fiona, si ishin ato momente ti? Më përshkruaj pak pa detajet se e di që edhe që nga telefonatat që kemi bërë edhe ke bërë dhe me Elonën, nuk ke dashur që jesh shumë e kursyer me detaje, po si ke qenë emocionalisht në atë kohë? Çfarë po ndodhte tek ty që besove fundin e botës që do shpëtonte ky njeriu në Shqipëri? Qose është një vend që nuk bën kërkime shkencore dhe nuk ngre bunker për fundin e botës, jemi ne. Pra, si të erdhi, ku ishe ti? Naiviteti im më bëri që ta besoj situatën, tash duke lidhur edhe në kontekstin e ngjarjeve që po zhvilloheshin midis Rusisë edhe Ukrainës. Po se ka Dhe në ato momente unë kisha një ndjenjë vetëm një lloj ndjenje frike, paniku dhe një lloj ndjenje empirije, mund ta them, që realisht nuk po kuptoja ku isha, çfarë po bëja, do të thënë nuk dija, duhet të ndodhte, ishte mirë të ndodhte, të mos ndodhte, pra ja ishte më mirë që unë të humbisja paratë dhe të mos ndodhte skenari që më ishte ofruar. Do të thënë ishte një situatë që realisht nuk po e kuptoja, po të merrin e kam përjetuar më mbrapa kur kuptova që isha pjesë e një skeme mashtrimi, sepse personi filloi të largohet, u rralloi telefonatave, përgjigjes së telefonatave, derisa një ditë telefoni i u shtuk fare, aty e kuptova që kisha rënë pjesë e një skeme mashtrimi dhe aty pastaj më kapi paniku, terrori, frika se si doja dilja, se kësti ishte i madh, mbaj mend që në këstin e parë kam shitur të gjitha bishutëritë e Floririt që kisha. Edhe pastaj sepse isha jashtëzakonisht në panik dhe nuk dija si të veproja, ta tregoja, të kërkoja ndihmë, të shkoja në polici, asnjë gjë nuk më jepte siguri dhe besim, plus që ndjeja fajin, turpin, frikën, gjitha. Dhe nga dalë duke u kthjelluar, duke gjetur mënyrat e tjera, kam punuar edhe 2 punë, kam bërë edhe projekte, ka pasur periudha që nuk kam pasur mundësi për opsione të dyta, kam marrë hua diku për të shkuar për të larë kredin derisa kanë ardhurat e muajit tjetër. Pra, por kësti nuk kam lënë asnjëherë pa paguar dhe teksa e mendoja sot kur doja të ndaja këtë histori me ju, përjetoj vuaj nga ankthi, edhe ataket e panikut, edhe mendoja që gjërat e tjera më shkaktojnë, por kur e kam thënë sot këtë histori për të parë me ju me zë të lartë, kam kuptuar që ndoshta ankthi që unë përjetoj, mund të jetë ky sekret që unë e kam mbajtur me veten time gjatë këtyre 3 viteve dhe nuk e kam ndarë me asnjëri. Çështja është që procesi i dhimbjes së Fionës ka filluar që në momentin kur është instaluar një ndjesi frike nga personi që e ka mashtruar tek ajo. Pra ndoshta ai ka kuptuar se mashtruesit mund të kenë disa aftësi, të cilat mund të manipulojnë një person në nivele kaq të frikshme sa ne mund ta gjykojmë sot si naivitet, por në atë moment është frika që të drejton sepse është instiktive dhe ti të kërkon çdo lloj mënyre për ta mbrojtur veten ose njerëzit që do. Dhe ka filluar që në atë moment, pra i ka vendosur në mendjen e Fionës një ndjesi që ajo të veproj në këtë lloj mënyre. Pastaj ka filluar edhe patjetër ndjesia e fajit, siç thotë, ndjesia e turpit për treguar, gjë që e ka izoluar akoma më shumë dhe e ka përkeqësuar gjendjen. Mos kërkimi i ndihmës dhe mbështetjes në një situatë të tillë të bën që ti të fillosh një rrjet vicioz të frikës edhe të shtimit të gjendjeve që dikur mund të kenë qenë deri një farmase, siç mund të jetë ankthi dhe ataku panikut, dhe në këtë moment fillon të bëhen akoma më të fuqishme në përjetim. Intensiteti i përjetimit, Fiona, që ti ke është ende i lartë, pra është ende njësoj, se the kur e kujtoj si ngjarje, filloj prapë të kem një të ndjesi. Po sa herë, do të thonë, edhe kur e mendoj, edhe kur e kam darë për të parë me ju, që e biseduam paraprakisht në telefon, do të thonë, sa herë flas, më kap ankthi edhe ndjej që ngurtësohem, edhe dua të shpjegoj pak ciklin e emocioneve brenda muajit. Ditën që e paguaj, ndjem
U çlirova, domethënë dhe duket se kurita ime është bërë më e mirë, është okay, çdo gjë okay, kur afron fundi muaj që shtrëngën ditët e aty më fillon ai sikleti dhe sa herë më vjen ai mendimi që data, kosti, domethënë ka pankën, ka panik, po. Dhe njësia zgjatë më pas, pra për një përsëritje e vazhdueshme. Po zgjatë sepse është një cikël që vazhdon çdo muaj. Nis, çlirohesh, pastaj grumbullohesh se si do vi, do ja dalësh, se problemi është që paguaj kostin, paguaj qeran, të gjitha detyrimet mujore dhe pastaj çdo mbetet. Pastaj vjen frika që do ja dal muajit. Kur paguan një detyrim, sidomos tek njerëzit e përgjegjshëm, që ti duket që je person i përgjegjshëm, si ke gabuar këtu, po më duket prap çudi, se duke shumë e artikuluar dhe e kujdesshme, ke gabuar, gjithë gabojmë. Kur shlyen një detyrim, gjithmonë lehtësohesh. Kjo i ndodh gjithë. Kur shlyen një faturë që kishe një borxh, një të shlyesh. Shlirohesh, është normale që të ndodhi dhe ndihesh mirë madje, po kjo njerëzve të përgjegjshëm, njerëzit e papërgjegjshëm sigurisht ose mashtruesit, këto nuk e kanë këtë lloj ndjenje. Tani një pyetje, policia funksionon në këto raste, nuk e di se çfarë marrëveshje keni bërë me njëri tjetrin, se kanë ndonjëherë marrëveshje që kanë rënë dakord me njëri tjetrin, por nëse ti e denoncon rastin, sa ka mundësi që të rikuperohet nga kjo? Pra, a ka shanse që personi të gjendet dhe policia me forma policore të arrijë dhe të rikuperojë një shumë? Apo ai mund t'i ketë shpenzuar këto para, se personat që mashtrojnë mund t'i kenë investuar diku dhe mund të kthejnë, ose mund t'i ketë shpenzuar dhe nuk ketë çfarë të bësh? Unë nuk jam informuar drejt për si drejt asnjëherë nga persona, autoritete të fushës. Dhe në fillim nuk e mendova fare si opsion zgjidhje, se thash të bëhet çfarë të dojë, tani unë duhet të eci përpara që të gjej një zgjidhje për veten. Por për personin jam informuar më pas dhe kam marrë informacion të sigurt, dhe këtë e di 100%, i cili brenda një viti përfundoi në burg në një tjetër skemë mashtrimi të ndryshme me një vajzë tjetër, dhe për fatin e keq të vajzës tjetër në këtë rast ishte që dhe ajo përfundoi në arrest shtëpie, sepse skema që ai kishte përdorur ndaj saj e përfshinte edhe atë në krimin e parave. Dhe tash duhet të studiuar. Atëherë e lëm të anën. Unë nuk u mora kurrë me këtë person. Kurrë nuk u mora sepse nuk e gjeja veten të shpresë. Ai mund të gjendej se nuk ishte i pagjendshëm, nuk kisha atë dhënë edhe indici se ku mund shkoja ta gjeja, por nuk kisha besim që nëpërmjet atij personi unë do t'i merrem përsëri ato para mbrapa, sepse unë nuk kisha bërë një akt notarial. Pavarësisht aktit notarial, akti notarial është patjetër që është edhe, por pa akt notarial, në qoftë se ka pasur një histori të tillë që personin e implikon, edhe pa akt notarial policia vepron dhe sigurisht që mund të rikuperohet, por me sa duket ju nuk doni ta çoni dhe nuk keni për të fituar gjë dhe s'ka për të rikuperuar. Nëse ka shpresa unë e bëj, po mendoj që pas 3 viteve unë rekomandoj gjithmonë që kur ka probleme, kur dikush gënjen, mashtron etj, ka skema të tilla, shkohet në polici për disa arsye. Arsyeja e parë është që ai mos ketë mundësi të dëmtojë dikë tjetër, sepse duke vajtur në polici, nëse ne nuk e bëjmë këtë punë, detyrën tonë si qytetar, kjo bën që ai nesër mund të mashtrojë dikë tjetër dhe dikë mund ta gjejë në një situatë po tjetër, pra kemi shumë të drejtë sepse ndodhi në fakt, mbas me ndodhi. Edhe ndodhi, pra një tjetër vajzë ra prej skemës dhe akoma më keq. E dyta ke mundësi të rikuperosh. E treta, policia, siç ta thash, krimi ekonomik i ndjek rastet dhe nëse parat nuk janë shpenzuar, sepse mund t'i ketë shpenzuar dhe pastaj ai mund përballet me burgun me pasojat, por lekët ty nuk të kthehen, por nëse ato para mund të rikuperohen, personi mund të ketë asete, sigurisht zgjat si proces, për të kuptuar që kjo nuk është një gjë që shkon polici dhe mas dite i more parat mbrapsht, kjo nuk ka për të ndodhur. Por ka shanse. Si ka dhënë lekët, edhe njëherë Fiona si dhe lekët, firmosi diçka? Shiko, mos hym ke kjo punë krimi ekonomik, ndjek të gjitha. I kam tërhequr pjesërisht, pra jo të gjitha, nuk i kam dorëzuar të gjitha. Brenda një muaji i kam dhënë të gjitha, po diku 5.000 euro, diku 7.000, diku. Jo, po nuk firmosi gjë fare që ti dhash unë. Jo, asnjëherë, sepse ai më kishte bërë të besonte që nuk do kishte më banka dhe nuk. Pretendimi kryesor i personave që mashtrojnë është që mi ka falur. Megjithatë, prapse dhe një herë po them, krimi pra mi ke falur, pse mi kërkon? Gjithsesi, krimi ekonomik ka, siç thash, metoda policore që e ndjek sa ka mundësi që ta gjej ligjërisht për mënyrën për të parë që vërtet është mashtruar dikush, vërtet ka kërkuar një parapagim, po ka një tërheqje, pra ndërthuren faktet, tash mos hym në hollësitë që bën policia,
por mirë është që këto raste denoncohen edhe kur s'ka prova. Ky është një rast një çik më flagrant në kuptimin që ke dashur e ke bërë, pas ke bërë edhe me këste, pra ke pas dhe kohë të mendohesh, ke vaj derën e 2, 3, pra ke qenë krejtësisht e vetëdijshme. Edhe një herë më të thash në fillim, nuk dua të të fajsoj, ti je mjaftueshëm e ngarkuar vet, nuk është detyra jonë të themi që si ke bërë gjëra të mirë, por për ata që na dëgjojnë, se një nga arsyet pse po e bëjmë këtë është që njerëzit janë të kujdesshëm me paratë. Edhe kur janë raste të tilla, parat nuk jepen. Parat nuk keni, kur thash që parat nuk duhen dhënë borxh dhe nuk duhet japim me të marrim, jo vetëm për shkaqe të librave fetare që e thon këtë, e kanë thënë këtë sepse dhe ato libra e kanë parë që njerëzimi ka bërë këto gabime. Ka institucione, pra personat kur duan dhe të kërkojnë para borxh, mund të shkojnë në bankë dhe t'i marrin. Pra siç vajti Jona, Fiona, kur Fiona vajti shkonte personi tjetër t'i merrte parat në bankë. Dhe të merresh ai me bankën. Dhe e dyta, asnjëherë nuk jepen lekët në moment. Pikërisht për këtë arsye unë ju rekomandoj që mos mbani para kesh në shtëpi. Sepse duke mbajtur para kesh, emocionet ty të pushtojnë dhe do të ndihmosh dikë dhe i ke parat aty, aq më shumë kur i ke në xhep. Kur nuk ke kesh, unë si kam parat, aq para sa kam, nuk i kam në shtëpi dhe po mi kërkove do them prit se do shkoj nesër në bankë. Deri nesër e mendoj unë këtë punë. Dhe bën vakit i jap, bën vakis të jap. Pra, duke i pasur mjetet monetare, po kjo ka një proces që shiça ka ndodhur, ka vajt, është marrë kredi, është marrë me këst, është disbursuar, ka marrë, domethënë është për një periudhë të gjatë e vetëdijshme për atë që. Ma kjo më bëri përshtypje dhe kjo ishte edhe për Jonën që blem pas pak që nuk është moment. Është e rrezikshme kjo, se sot mund të jetë kjo, nesër mund të jetë një gjë tjetër, vetëm fakti që u zgjat kaq shumë dhe shkoj me ndërgjigje disa herë se herën e parë edhe ha. Kupton? E ka ngrënë gjysma e njerëzve përfshirë edhe mamin tim ato 3 kupa dikur në moment të radha e ambasadës. Ja morën lekët sa harroj, po i ri moment. Po herën e Po ne duhet të shkojmë në pjesën ku të personit, pra ai e person që ka bërë këtë lloj sjellje, siç e thoni edhe ju, që ka bërë disa herë dorëzime të parave, është drejtuar nga niveli i frikës. Pra i kthehemi kësaj, nuk ka qenë i vetëdijshëm, nuk kur ti operon në nivel instiktesh, nuk logjikon, nuk arsyeton drejt. Mund ta shikosh dhe ballafaqohesh me situatën vetëm kur ndodh, siç edhe ka ndodhur në rastin e Fionës. Por duhet kuptojmë edhe nivelin e manipulimit që është përdorur përpara, çfarë ka bërë personi, çfarë sjellësh ka bërë kundrejt Fionës, që ka bërë këtë bindje. Përveç se ka vendosur frikë, ka krijuar edhe një nivel besimi shumë të lartë. Megjithatë, siç e tha dhe Raldi, ka ardhur koha që përtej sado mirë mund të ketë bërë në fillim, se mashtruesit në fillim janë fantastik, janë shumë të mirë. Ato të shtrojnë terrenin që ti të mashtrohesh pastaj, e shtrojnë duke u bërë të besueshëm. Pak në historia edhe psikologjia kështu i shpjegon mashtruesit. Por nuk kemi më se unë e shoh që ka dhe njerëz vazhdojnë të kenë tendenca unë madje kam qenë në biseda ku më thën kur kam folur, kam përmendur kontratën, kam thënë tash unë thaj këtu i kam fjalë burrash. Kam thënë kontratën. Po jo edhe kemi fjalë burrash. Pra, mua më duket tash idiotësi që të vazhdosh të kesh të lloj retorike. Rasti i Fionës është rast mashtrimi, sigurisht personi që e ka bërë këtë ka mashtruar, besoj me vetdije, po ka shumë raste që njerëzit japin para, jo vetëm në këto raste mashtrime flagrante, po dhe në raste të tjera, për të bërë një biznes bashkë, për të bërë një parapagim, për të blerë një pronë dhe mjep ca para dhe do të ti kapar, që mbaj kaparin nga turqishtja dhe do marrësh pronën. Tani këto të gjitha kanë veprime se si bëhen, ka mënyra se ka kontrata, ka mënyra se si jepen parat. Në qoftë se këto gjëra bëhen jashtë rregullit, që ta dinë çdo veprim jo ligjor ka pasoja dhe risk. Në qoftë se personi do ta marrë përsipër riskun, le ta marrë përsipër. Pastaj mos thotë që u mashtrova. Nuk po flasim. Tash si mund të shkosh dhe të kërkon dikush për të blerë një pronë dhe të thotë mirë parat dhe ti ja çon. Po më mund të thotë shumë gjëra. Pse i bën ti? Dhe pastaj thua më mashtroj. Po pse të mashtroj? Po ti pse ja dhe? Me çfarë dokumentacioni ja dhe? Ku e peqi prona është e ti? Se prona mund mos jetë fare, ti të unë shes për shembull këtë studio në shehimja dhe ti më jep lekët. Pra, individët, por ka diçka, njeriu joshet shumë. Nga natyra joshet dhe paraja josh, sidomos fitimi i shpejt. Me që Fiona mori kredi për këtë mashtrimin, kur nuk duhet marrësh kurrë kredi përveç këtij rasti?
E para, s'duhet ta mashtrosh bankën. Se duke mashtruar bankën, ti mashtron dhe veten. Nuk duhet t'i ndryshosh destinacionin kredis. Pra për çfarë e merr? Qofse unë shkoj dhe marr një kredi për shtëpi, unë duhet ta përdor për shtëpi. Qofse unë e marr kredin, shkoj bëj sikur e marr për shtëpi, po ja jap nga ana tjetër gjyshoku tim që do të bëj një biznes, ky quhet ndryshim destinacioni. Para shkelje, po e lëm pjesën e shkeljes, pasoja dhe riskjet i ke ti. Kredia është shumë e mirë kur e merr për atë që të duhet. Kur e merr për shtëpi, kur e merr për biznes, siç duhet. Nëse ti nisesh se ky është një mashtrim që është bërë bankës. Pra ti ke vajtur ta mashtrosh. Ky mashtrim mund të kthehet kundra teje, siç ndodhin shpeshherë mashtrimet, gënjeshtrat, që na kthehen shpeshherë mbrapsht. Do thuash po, unë kam marrë një kredi dhe e kam gënyer deri diku bankën, dhe këto para që kam marrë ka përfituar, po, ka dhe raste të tilla, kanë përfituar, kanë hyrë në një biznes, po kanë marrë një risk të pamat përsipër. Gjithë filozofia është menaxhimi i riskut këtu, se ti që t'i japësh para dhe bën vaki fiton apo jo. Unë mendoj që shoqëria jonë e pa mësuar me menaxhimin e paras, po dhe të shumave, joshet shumë shpejt. Joshet nga norma interesi, nga fiti më jep mua parat, u bë mod merrnin parat me përqindje, po dhe firmat piramidale u shkaktuan për shkak të mosnjohjes tonë të financave. Budallëku kolektiv dhe duke parë njëri tjetrin, si mund ta besosh që një individ ti do t'i japësh në atë kohë, po themi 100.000 lekë të reja dhe i do t'japi 200 për 2 muaj. Dhe ti thoje ka një fabrik bitumi. Po si u jep kanë parat se ky me fabrik bitumi? Pra kjo është një ignorancë totale. Unë mendoj që personat nuk duhet veprojnë kështu. Duhet pyesin, duhet marrin pak kohë. Por që do, joshja është në shumë e madhe. Është aq e madhe sa firmosin. Po duhet shohin, po ne s'kemi arrit ke firma fare. Unë e di që ne kemi dhe turp të pyesim për këto gjëra. E kanë bërë se mos na marrin oportunitetin. Jo, kemi parë që ka dhe turpe me lexu kontratën, mos e lexova. Mos ka që mos e ose një padurim për të lexuar kontratën. Ose nuk e di. Por është vërtetuar që njerëzit të cilët mashtrohen më pas, që e neglizhojnë këtë hap, bëhen më nervoz dhe kalojnë në veprime më agresive kur vjen shkelja ose vjen ai momenti kur kuptojnë se janë mashtruar. Për këtë arsye ndodhin edhe shumë raste të vrasjeve, të situatave, sepse ata në mirë besim, pra kanë besuar, dhe kur ju thyet besimi dhe kuptojnë që janë mashtruar, bën shumë ndjesi bashkë njëra me tjetrën dhe këta kthehen në mënyrë agresive. Fiona, unë të falenderoj shumë. Unë uroj që të uroj tani, ajo kredia ka fat në vetë, po ta uroj do thotë që ti duhet gjesh lekët edhe ta paguash më herët. Por realisht uroj të mos përsëritet më ajo lloj gjendje emocionale ku ke qenë, mos përsëritet jo vetëm raste mashtrimi, po në çdo lloj rasti, dhe uroj që të gjesh atë paqen në mendjen tënde, sepse në fund të ditës Eraldi ndoshta s'është dakord me mua, por unë ndonjëherë përdor si shprehje që janë vetëm lek. Pra janë vetëm lek. Kështu që në këtë lloj forme ndonjëherë edhe unë e gjej qetësinë dhe paqen se them it's okay, ikën e u bë gabime që ti e the edhe vetë Eraltë. Iku mbaroi gabimi, janë vetëm lek, që të mos ketë më ankthe apo si shteti dhe gjëra të tjera që ke vuajtur nga kjo, një gabim që okay bërë dhe nuk besoj dhe përsërisësh më se je dhe inteligjente. Falenderoj. Faleminderit juve. Ndërkohë, një nga librat më interesant dhe që është bërë një bestseller në të gjithë botën, edhe një teori që thuhet kudo, është një studim i Daniel Kahneman dhe Angus Deaton, që thotë se lumturia ndalon së rrituri pas rreth $75,000 në vit. Natyrisht ky është studimi bërë në Amerikë. $75,000 është mesatare, nuk është tani është mesatare me këto shpenzime që janë, po sa i bie $75,000 në vit? 75,000 pjesë për 12. Pra me $6,250, ky është studim shumë i famshëm në fakt, e kanë bërë me $6,000 në muaj, pra mbi $6,000 në muaj sado lek të bësh ti, nuk të ndodh asgjë në jetën tënde. Asnjë lloj lumturie. Ka një studim tjetër që thotë që individi është i kënaqur në momentin kur me parat që ka mund të ketë jetën që do. Pra mund të blej gjërat që do. Pra nëse po marr si shembull, do të shkoj me pushime, do t'ju paguaj shkollën fëmijëve, këto të gjitha i ka
nuk do më shumë se aq, është i lumtur më aq. Po të plotësoj këto nevoja që i gjykon ai që duhet i plotësoj, është 75.000, është 125.000, unë nuk di të them se varet nga individi, pra në momentin që ti plotëson nevojat e tua që ti konsideron të domosdoshme për jetesën tënde familjare ose vetjake. Qofse ti i ke këto, ka plot njerëz që thonë unë me aq lekë sa kam, ajo shpreha që as kam as më mbarojnë. Është fiks kjo, pra personi me parat që ka plotëson jetën që do vetë dhe ai është i kënaqur dhe atij nuk i shtohet më lumturia. Ka të tjerë pastaj që sigurisht nuk përfundon këtu. Unë besoj që njerëzit ambicioz duan gjithmonë më shumë para. Jo se bëjnë gjë me ato para, përveç atyre që investojnë. Është loja, domethënë është. Shilloj loja. Po rritet loja. Pra, në momentin që kemi shumë para, rritet oreksi për të pasur disa gjëra të tjera. Një pjesë ka dhe njerëz që kanë qejf vetëm t'i shohin parat. Pra nuk duan t'i shpenzojnë, është kënaqësi vete. Pra që ti të kesh qoftë shifra në bank, qoftë para të thata në shtëpi dhe ke qejf t'i shikosh Harpagoni i famshëm, që ti i shikon parat dhe kjo t'jep një kënaqësi. I prekin, i numërojnë çdo disa herë. Megjithatë, nëse ti plotson nëse ti plotson nevojat e tua për të jetuar normalisht sipas standardit që ti ke, besoj që e ke arritur. E ke arritur atë që do. Je i kënaqur, nuk të duhet asgjë tjetër. Edhe shkojmë tek ai familja që mbaj mendun, familja e Bollokut shpirtëror, me motra familjarë që rinin bashkë, që këndonin, që kujdeseshin për çdo detaj të jetës, për lulet, për mënyrën si flisin njëri tjetrit, se ishte shumë rëndësishme, për mënyrën se si falin, se si pranonin, se sa mundje hapur ishin, se si e gjitha kjo ishte ky Bolloku më ka bërë përshtypje dhe historia e parë që dëgjuam, dhe historia e dytë, që përmendë për shembull mungesa familjes, së partnerëve, e fëmijëve, nuk të thotë se s'dua të përgjithsoj të gjithë, se ka dhe njerëz që kanë bollok edhe pasur fëmijë. Por kjo ndjesia e njerëzve përreth e gjërave e kënaqësive të vogla. Dole fiks te kjo gjë. Se Eraldi foli për pjesën e nevojave, që të plotësoj njëri nevojat për të ndier patjetër t'ia shtoj vetes edhe kënaqësitë më vonë, por unë e kam edhe në qasjen nisur nga fjala e fundit që the kënaqësia, pra si e shijon jetën. Është një aftësi dhe kjo, të shijosh gjërat e vogla, sepse një person i cili është në gjendje të marrë ato të mira që ka, pra me ato që ka, ti zotroj dhe ti ndihet mirë me to, ti përdor. Mendoj se përfiton më shumë se sa një person që ka një qasje tjetër, siç e thash, përmenda edhe pak më përpara, janë njerëz të cilët janë të pakënaqur. Janë anksios, janë të shqetësuar, kanë vazhdimisht të gjendjet brenda vetes, të cilat sado pasuri të akumulojnë, sërish e gjën veten të pa realizuar edhe nuk arrin atë nivelin që kishin menduar të lumturisë, që mund të zgjidhte. Paraja patjetër zgjidh gjëra, të ndihmon, është mjet, por nëse ti nuk e qasjen për ta përdorur, pra për ta përdorur si mjet në veten tënde, atëherë kthehesh ti mjeti i saj. Pa. Dhe unë në fakt në mbyllje, para se të edhe ndahem edhe nga Eraldi dhe Jona, do kthehem tek ajo pyetje që bëre dhe që është një pyetje shumë e bukur dhe ndoshta edhe pse unë dua shumë leksione nga Eraldi, por jam dhe nga ato që nuk dua të marr leksione për paranë, se mendoj që kam një lloj fati edhe ndoshta fati është sepse unë jap edhe investoj në pasione, kështu që e shijoj, edhe pse pasionet e mia janë çik artistike, që në fillim një financier thotë pse i futesh kësaj pune, siç më tha Eraldi, ju futa handales, si është tash nga pyetja e parë që më bëri se ka smundje profesionale. Unë prap them që ajo që më bën mua të bie me këmbë në tokë dhe të kem qenë si dhe shumë njerëz të tjerë që mund të jenë pak më dorëshpuar quhet ajo, është fakti që ne jemi dikush me apo pa parat. Domethënë, kush je ti kur s'ke ato para? Pra, edhe në qoftë se un kam një lloj lehtësie që dhe në qoftë se sot do t'i humbja të gjitha, un prapë do ta krijoja nga fillimi, diçka do ta gjeja. Dhe besoj që kultivimi i brendshëm, unë besoj, investimi që bën për veten tënde, është shumë i rëndësishëm. Dhe sidomos në këtë epokë tash ka mënyra me shumë pak para për të investuar e për të patur akses, sepse kush je ti kur s'ke burrin me lek, kush je ti kur s'ke të dashurin me lek, kush je ti kur s'ke babin me lek, një ditë ka ndodhur gjithë histori, gjitha skemat që kanë dalë janë hedhur rrugëve, domethënë kush je ti kur s'ke nuk je më kryeministër. Prandaj pushteti është kaq i rëndësishëm dhe prandaj njerëzit nuk duan të kujtojnë kur nga pushteti. Kam dëgjuar një herë, arsyeja është që nuk s'mu të kthejmë mbrapsht, vetëm ajo dera që hapet
thoshte dikush që Tjetër polaj është, tjetër pushteti është një nga siç është paraja është dhe pushteti. Aty rrin pushteti, paraja, seksi, aty janë të treja, por që kush je ti dhe e rëndësishme është të jesh dikush edhe të kesh paq, integritet, mbash integritetin dhe dignitetin dhe të jesh ai edhe në një bisedë me një kafe të vogël, në një cep të Gjirokastrës duke shijuar atë kafen edhe Kalan edhe në Four Seasons, në George Sang në Paris, domethënë je prapë i njëjti njeri dhe ke qivet e tua që besoj të dy jeni juve, se me sa ju njoh. Të kjo në Paris nuk kemi qenë, në Gjirokastër po. Kam qenë unë një herë rastisa dhe ishte $80 dhe nuk porosisja dot. Do na që rastin dhe ishte $80 makarun. Thash se unë kujtova se do vrisja të njeriu përballë që do na që rastin, unë duket tmerrshme, thash nuk do t'ja bëj këtë. Kjo është një shprehje shumë e vjetër, kjo që the e gjitha është e drejtë. Pra pyetja është të dish apo të kesh. Mirë është që edhe dish dhe të kesh. Që themi të vërtetën. Po midis të dyjave, nëse duhet zgjedhim në mënyrën më, po themi, të thjeshtë, unë do zgjidhja të dish, po dikush tjetër mund të zgjedhë të kesh. Kështu që nuk e, po unë vetë do zgjidhja të dish. Edhe ti zgjodhe të dish, kam përshtypjen. Po, patjetër. Të dish se çdo ndodhi po mos kemi të pak të ndim. E rikrijon veten, patjetër, e rikrijon veten. Ndërkohë, ne na takohemi prap, kurse Raldi se unë në ato që them jam kështu, e them ç'a mendoj, e kam të timen. Unë Raldin po e josh pa nga pak që të bëj diçka vetë sepse është aq interesant, nuk e di dieve jona, është kaq interesant në mënyrën se si flet dhe sa direkt është me lekët dhe unë mendoj që diskutimet e lekëve nuk duhet bëhen shumë filozofi, duhet të jenë sa më direkte dhe është gjithmonë kënaqësi dhe kuriozitet i madh. Mendja dhe leku janë të rëndësishme, ka dhe gjëra tjera pastaj, po këtu te pisa artistike dhe e arktimit, por masi lekut jenë në rregull dhe mendja në rregull. Kur s'është në rregull mund të argëtohesh më shumë, ndoshta edhe pa para është vërtetuar te kjo. Kështu që uroj që një ditë ta kemi dhe më shpesh Raldin këtu edhe njerëzit ta kenë mundësi të kenë akses me këshillat e tij. Unë falenderoj shumë, ishte një natë e gjatë, por që eci mirë dhe në fund nuk humbëm asnjë para. Vetëm fituam më shumë një orë.